Fillimisht në një inë më të madhe do të shtojmë 300 gram biskota të bluara. Tani tek biskotat e bluara do të shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer pluhur. Vazhdojmë që të shtojmë edhe 100 gram ora të bluara. Vazhdojmë tani që ta shtojmë gjalpin e shkrirë dhe për këto masa që po përdor unë, në total do të përdorim 75 gram gjalp. Në këtë ëmbëlsirë do të shtojmë edhe lëng portokalli ose lëng mandarine. Unë po përdor lëng mandarine, në total 100 ml. Vazhdojmë dhe përzijmë mirë derisa të formohet një masë e mirë homogjene. Si përzijmë mirë, vazhdojmë tani që brenda të shtojmë edhe 100 ml me qumësht. Nëse keni dëshirë, mund të shtoni 200 ml me lëngun e portokallit, por unë preferoj që ta bëj kështu në gjysë. Tani do të vazhdojmë që ta ngjeshim me dorë. Në këtë mënyrë do ta kontrollojmë më mirë dhe do të sigurohemi që e gjithë brumi do të ngjitet dhe do të lidhet. Nëse ju mbetet pak më i fortë, sepse disa biskota dinë që tërheqin më shumë lagështi, lirisht mund të shtoni edhe pak qumësht, derisa të formohet një masë njëjtë sikur kur përgatisim bombica, pra, cilës mund t'ja japim lirisht formën. Pra po e vreni tek unë, vetë se po fillon dhe të formohet brumi, pra do të thotë se masat janë fikse. E ngjeshim tani mirë dhe e mbledhim mirë. Kështu duhet të duket brumi i formuar, një brum cilin mundeni lehtësisht ta shtypni në dorë dhe ta ruan formën. Tani për ta bërë pak që duket më bukur ëmbëlsira, do të shtojmë brenda edhe 50 gram zhele bombone. Nga këto zhele që janë me ngjyra të ndryshme, i kam prerë në copëza më të vogla. Vazhdimisht e brenda. Dhe tani vazhdojmë, përzijmë edhe një herë. Unë preferoj që përzierjen gjithmonë ta bëjmë me dorë. Në këtë mënyrë më duket më praktike dhe përzihet më mirë. Tani një letër përpjekje, dhe kjo nuk është gazetë, është letër përpjekje, pra shitet kështu, vjen e gatshme në paketim, është shumë e bukur dhe ka një dizajn të bukur. Por shumica nga ju më keni shënuar sepse po përdor gazetë. Pra nuk është gazetë, është letër përpjekje me dizajn. Tani vazhdojmë që t'ja japim formën e një roleje dhe me duar ta shtypim që të ngjitet. Pastaj edhe me ndihmën e letrës përpjekje do ta bëjmë më të lemuar dhe më të fiksuar pjesën e sipërfaqes. Tani e vendosim ëmbëlsiren në frigorifer për 10 minuta, të shtrëngohet pak, pastaj do të vazhdojmë që ta prejmë në pjesë më të holla dhe ta dekorojmë. Dhe tani pas 10 minutave e kemi gati për ta prerë. Të dashur miq, ëmbëlsira është gati. Shpejt, lehtë për 10 minuta punë, një super ëmbëlsirë për ta shijuar për një pasdite të bukur me familjen tuaj. Nëse provoni, ju bëft mirë. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.